kete çdo të mirë në jetën e tij dhe ju urojmë shumë suksese, sidomos fëmijëve të cilët kanë ardhur nga jashtë Shqipërisë, shqiptarë që jetojnë në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Greqi, në Itali, në Gjermani dhe në Malin e Zi. Kështu që një përqafim të gjithëve, gëzuar një qesorin, do të ishte sa më shumë qetë. Unë kam një djalë këtu që ju thoni pse e ka marrë presidenti me vete, në fakt në vizit në Malin e Zi, më ka emocionuar jashtëzakonisht shumë në Tuzë, ku ai ka kënduar një këngë që kur ta dëgjoni edhe ju do ta kuptoni se pse ai është këtu. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithë dhe fëmijë. Festat me ju na kanë kënaqur gjithmonë, na kanë gëzuar gjithmonë pastaj. Por këtë vit, kjo lëndi është mbushur plot me gëzimin e fëmijëve të ardhur nga treta ndryshme shqiptare. Fëmijë që me krenarin e Sionit shqiptar na vinë nga Kosova, jo me dashur, Prizreni e Drenasi. Fëmijë që na vinë nga Tuzi e Uqini Malizzi. Fëmijë që na kanë ardhur nga Tetova e Maqedonisë Veriut. Faleminderit që keni ardhur. Me syush ka dhe fëmijë që janë shumë krenar që janë shqiptar, bashkëpunëtarë tuaj nga Gjermania e Greqia. Faleminderit që keni ardhur e të gëzoni në gjuhën e tuaj, në shqip. Të dashur, prindër, gjyshër, edhe mësues. Urimi ynë, ashtu si dhe juaj, është që këta fëmijë të rrisin të shëndetshëm, të gëzuar, e mi të gjitha të bukur në mendje e në shpirt. Të dashur fëmijë, ju që jeni gëzimi, dashuria dhe drita jetës tonë. Ju uroj ta doni sa më shumë gjuhën tuaj, shqipen tonë të bukur. Ta mësoni, ta trashëgoni ato bashkë me kulturën dhe zakonet e të parëve tanë, që ne t'jemi gjithë një krenar që jemi shqiptarë. E tani të dashur fëmijë, ju ftoj të mbyllni sytë tuaj, të mendoni për dëshirat dhe ëndrat tuaja. I menduat apo jo? E tani, lërini ëndrat tuaja, të fluturojnë lartë në qiell bashkë me kurumbatit që keni në duar. Ja! Opa, kurojnë në qiellin tonë! Një që shuri este kuku me gufot, se është festa ime, se është festa jo. Asa bukur. Me shokët e me soqe, fjozi më këdojmë, perindër e me suas, bosh me ne festojmë. Asa bukur, emri nuk e dëgjuam si kemi? Kërjam kushës. Emri. Inhala mami. Inhala çurri që të pak para. Këto. Ardi. Lidh zemër nga uroj dhe qapkanja ka trushe për të na uruar festën, po na sjell lule fushe. Bukur. Mos isha unë ke trushi? Jo, ke ti. Ti e? Si kemi? Antonia. Bukur Antonia. Ata e ti që furish nga gezon, kraharori qedi lule lot are, viti styre lule mirë. Bukur, vërtet lule jeni. Një duar trokitje për kolopuçët e kopsit. Mbaruam me recitime. Kemi prapë. Kush reciton? Juve mbrapa, po mësusja, dhe ju dhe këtu. Asa bukur e një veshur me këto kostume, ti e ke emrin? Renata. Hajde Renata, recito bukur. Mjeshi, hapim librin dhe shohim, te gjithë mjeshin e
shohi, e ka trupin si qiri, qëndron drejt e po ushtri. Ka një stret lark në kokë, me një kam rrinë to. Bukur, ishte fjala për një shimë një qeshorin. Ti e kemi? Një unë, njëve ti, njëve në Shqipëri. Të lumt. Kurse ti, Anna Maria. Anna Maria, ajde Anna Maria, të reciton. Bukur. Shqipëri o Shqipëri, si ti s'ka dhe botan parë, për shdo jetën unë e ti, jemi njëve të pandar. Ju lumt keni recituar shumë bukur, na kënaqet me këto versha të bukura, flisni shumë pastër, shumë bukur, e nderuat kopshtin. Po shikojnë të gjithë, përshëndeteni ti zuar. Largoni, gati kalja tjetër, Okej, Valja. Një Valja tjetër? Pra ha. Hyni Valja, kopshti tjetër, gati. Mund të hyni? Është skena, vetëm për ju është kopshti tjetër. Hajdeni më këte zëmër, hajde më këte.